Kandidati për kryetar komune nga koalicioni Vlen Nevzat Bejta ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka akuzuar qeverisjen e kaluar lokale për keq menaxhim dhe keq përdorim të buxhetit komunal. Në fokus të deklaratës së tij, Bejta u ndal konkretisht tek një tender për shtruarjen e rrugëve me pllaka bekatoni. Tenderi prej 500.000 euro për shtrurjen e pllakave të bekatonit. Te tender e ka nënshkruar nxënësi i Terravarit. 1 metër katror për shtrurjen e pllakave të bekatonit në kohën time ka kushtuar 13 euro, tash është rritur çmimi i tregut, kushton 15 euro. Kurse ata e kanë bërë 1 metër katror 400 deri në 500 euro. Si mbas informacioneve të mia, mendohet se kanë bërë punë prej këtyre mjetëve afër 50.000 euro. 450.000 euro i kanë vjedhur. Dhe në këtë mënyrë, ata e kanë varfruar buxhetin e komunës dhe e kanë shkatruar qytetin e Gostivarit. Në të ardhmen, me këto para, për shembull, unë si udhëheqës i komunës së Gostivarit, me 500.000 euro, mund të realizojmë punë të mëdha që mund të shtrojmë deri në 50.000 metra katror